Qeveria e Kosovës ka ndarë 1 milion euro për mbështetje të bizneseve përmes 3 skemave të reja, duke përkrahur për herë të parë bizneset në investimet në izolimin e ndërtesave të tyre. Kjo skemë financohet nga Qeveria e Luksemburgut dhe zbatohet nga Kiesa në bashkëpunim me Ministrinë e Ekonomisë dhe Agjencisë e Luksemburgut për bashkëpunim zhvillimor. Argjend Fetahu nga Aleanca Kosovare e Biznesit tha se kjo vlerë nuk është e mjaftueshme. Ne si Aleancë Kosovare e Bizneseve mendojmë që nuk është e mjaftueshme, sepse është një milion shumë simbolike, krahasuar me bizneset e cilat janë duke përballur me energji elektrike. Po sido që të jetë, ne përshëndesim këtë vendim, këtë grant të cilën e ka ofruar Ministria e Ekonomisë në bashkëpunim me Qeverinë e Luksemburgut. Mes tjerash, Fetahu tregoi për situatën e bizneseve dhe gjendjen e tyre pas kalimit në tregun e lirë të energjisë elektrike. Situata e bizneseve sinqerisht është e rënduar. Duke nisur nga kjo sigur si zëre që ne si AKB gjithmonë kemi ngritur zërin ndaj zëres, është fakt sepse bizneset e mëdha kanë kaluar në tregun e hapur, po 16.10% bizneset e vogla dhe të mesme kanë mbetur në tarif 16.10%. Dhe kjo situatë ka rënduar bizneset tona rrafshën duke gjini po në nivel Kosovës. Fetahu shtoi se ndonë se ky subvencionim është i mirëseardhur. Të bëjnë një plan strategjik pak më të gjerë, të kemë bashkëpunim pak më thellë me Bashkimin Evropian, me institucione të ndryshme që të përkrajnë bizneset tona. Për shembull, në Maqedoninë e Veriut fitojnë grante bizneset e vlera 10 milionëshe, ku të cilat 20% të shumës i kthehet kompanisë e cila investon domosdoshmë si grant. Kjo neve na mungon shumë. Dhe ky subvencionim është i mirëseardhur, është i vogël. Fetahu shtoi se mbështetja ka prioritet biznesit që kanë kaluar në tregun e lirë të energjisë. Ky grant, cilin e ka hapur Ministria e Ekonomisë për energjitë e eficiencës, është një panela solar, eficiencë të ripërtrishme dhe të tjera. Por bizneset tona në nivel Kosovës, në rrafsh Dugaxhinit, të cilët kanë dalë në tregun e hapur, shumica për tyre veç kanë filluar që të ketë pajisje me panela solar. Nga Ministria e Ekonomisë është bërë ditur se brenda kësaj skeme do të përkrahen bizneset në eficiencën e energjisë përmes investimeve në izolim të ndërtesave, sisteme solare fotovoltaike për prodhim të energjisë elektrike, sisteme solare termike për ngrohje të ujit, bateri për sisteme solare FV si dhe shndrues frekuencor për të rritur eficiencën e pajisjeve që prodhuesit tashmë i kanë në përdorim. Skema e granteve për energji të pasur do të ofrojë deri në 20.000 euro për një masë të vetme, deri në 25.000 euro për masa të kombinuara.